Tars. Atëherë si quhesh ti dhe çfarë lidhje keni? Unë quhem Vitore Skana edhe baba i saj është djali i Argjës tem. Mund na tregoni pak rreth ngjarjes? Nuk në radhë parë nuk jam autorizuar me fol gja. Në radhë dytë çka kam me thënë. Kjo është një nga viktimat si nollin shpesh herë këtu. Kjo na ka rasi bombë, ne jetojmë jashtë e kena ardhur me vrak për këtë ngjarje e na dukte pa besueshme. Kishe shpreh shqetësime? Sepse ajo vajzë jo, në mënyrë absolute. Ajo vajzë ka kanë, se edhe ne sa morëm telefonatën, ne kujtum se mos ka kalu në i depresion që kishte 3 muaj që ishte nda prej tij, menum shumë gjana, nuk ishin asnjë nga ato. Kjo na vjen keq. Nga i ka ardhur rrethana, si erdhi rrethana. Ajo ka jetu me shoqe atje. Ç'a më thon? Kishe shpreh Vetëm shqetësime thjesht te familja vet? Po, kur ka shpreh shqetësimet e familja vet ajo, familja ka shku në familjen e tyne dhe e kanë marrë vajzën. I kanë thënë që ne do ta marrim vajzën për këtë arsye, edhe ato nuk kanë kundërshtuar. Pastaj kjo jetoi aty, pastaj mrapa do shikonte jetën e vet, shkoi në Tiranë, me jetu atje. Donte një ditë mrapa do fillonte punë ajo. Do fillonte punë, domethënë po e shikonte me një këndvështrim tjetër jetën. Tash ç'a të themi, unë nuk e di ç'a më thonë. Keni mesazh për gratë? Po si s'kam mesazh, kam 1000 mesazhe me thonë vajzave grave që mos të heshtin, të flasin, mos të heshtin. Ormai kanë ndryshuar ajo kohë. Tash janë të lira, duhet ç'a të them unë. Ne jemi shumë të rënditur për këtë gjë dhe nuk e di se si merren edhe këto fjalë tash më thonë. Ju kishte tregu familjarëve ajo për problemet që ka pas ndarjes? Familja ka shku dhe e ka marrë atje edhe që është nda. Pastaj si kanë rrjedhur? Nuk di ma si sëm, pastaj se si ka kenë puna. Unë e di që ka shku në Tiranë me ba një jetë vetë. Nuk e di. Po letra ekziston që ka dalë nëpër media që ka Nuk e di. Faleminderit. Nuk e di.